E acaruar, Alja e mohon atë grua si nenën e saj dhe i kërkon asaj të largohet menjëherë nga konaku. Ajo e bën të qartë se i njeh shumë mirë qëllimet e saja, që nga momenti kur kishte zbuluar se Alja ishte nusja e Gian Alborës. Gian e dëgjon këtë bisedë dhe kupton qartë refuzimin dhe dhimbjen e Ailës ndaj nënës së saj biologjike. E përlotur, Alja i rrëfen Gianit për fëmijërinë e saj të trisht. Ajo i tregon se nëna e saj sillte vazhdimisht burra të panjohur në shtëpi dhe se Ajla, e friksuar, fshihej gjithmonë prej tyre. Më pas, një ditë Alja u largua nga ajo shtëpi. Në atë kohë, e ndihmoi shoqja e saj Xhansu, ndërsa mësuesja e saj e anglishtes Caroline e birësoi Aljen. Po kur nëna e saj biologjike mori vesh këtë fakt, i kërkoi Karolinës një shumë të madhe parash si shpërblim. Karolina shiti shtëpinë e saj në Kanada dhe në një farë mënyre e bleu Ajlën nga nëna e saj biologjike. Më pas, ajo e mori Ajlën me vete në Kanada, ku u bë një nënë e vërtet për te. Gian e dëgjon me dhimbje rrëfimin e Ajlës dhe i ofron asaj gjithë kujdesin dhe mbështetjen e tij. Sadakat. Duke parë se çfarë gruaja është nëna e Ajlës, i kërkon Gianit të divorcohet nga gruaja e tij. Ajo pretendon se Ajla do ta tradhtojë dhe se mund të shkojë t'i tregojë Exmelit se Denizi është nipi i tij. Sipas Sadakatit, Exmeli do të marrë fëmijën dhe do ta martojë Ajlën me Shahinin. Duke dëgjuar këto fjalë të rënda dhe duke qenë nën presion të vazhdueshëm, Giani shpërthen. I nervozuar, ai i kërkon Sadakatit të heshtë dhe të mos flasë më për këto gjëra. Shahin u mundëson një takim Kajs dhe Zerinit. Gjatë këtij takimi, Kaja i kërkon llogari Zerinit pse u martua me Demirin. Si gjithmonë, Zerini thot se e bëri vetëm për të shpëtuar vëllain e saj. Por Kaja i përgjigjet se ajo duhet t'ja kishte treguar të vërtetën dhe se ai do të kishte gjetur një zgjedhje për të marrë filmimet e Demirit. Zerini thot se kështu shmangu një tragjedi, sepse ndoshta Kaja do të kishte vrarë Demirin. Më pas e përlotur, Zerini lutet që ta harrojë dashurinë që ka për te. Kaja bisedon me Shahinin dhe i njofton se Nare ka vendosur të divorcohet nga Ozgani. Nga ana tjetër, Sadakati e urdhëron Ozganin që të bëjë të pamundurën për të mos ia dhënë kur divorcin Nares. Nare përballet drejt për drejt me Sadakatin dhe Ozganin dhe i kërcënon se nuk do të heqë dorë nga vendimi i saj për divorc, pavarësisht presionit dhe kundërshtimit të tyre. Shahin telefonon Naren dhe njofton se është në dijeni të divorcit të saj. Ai i kërkon që të takohen në vendin e tyre të zakonshëm. Naren niset për të takuar Shahinin, por sa po mbërrin, heziton dhe përpiqet të largohet. Megjithatë, Shahini e vëren menjëherë dhe arrin ta ndalojë. Ai lutet që të qëndrojë. E asaruar, Nare i thot se e ka pritur gjithmonë dhe se Shahini nuk pati kur guximin ta zgjidhte atë. Ajo i përmend edhe faktin se ai po përpiqet të marrë tokat e alboranëve, gjë që sipas saj do t'i ndajë përgjithmonë. Por Shahini e shen ndryshe këtë situatë. Ai shpjegon se dëshiron t'i marrë tokat pikërisht për të dalë i fortë përballë Sadakatit dhe se asgjë nuk do ta ndalojë që të fitojë Naren. Për një çast, mes tyre lind momente romantike, përqafime dhe emocione të forta që tregojnë se dashuria mes tyre ende jeton. Giani përballet me nënën biologjike të Ajlës, Feruzen, dhe i kërkon asaj të largohet menjëherë prej saj. Ai ofron edhe para që të largohet. Por Feruze e refuzon paratë dhe i thot se nuk dëshiron të ndahet nga e bia, sepse është e sëmurë dhe dëshiron ta kalojë kohën që i ka mbetur pranë Ajlës dhe nipit të saj. Mina e përballet me Ajlën dhe me ironi e pyet nëse ndihet e lumtur që përdori ugurin për të bërë Gianin xheloz dhe se për këtë arsye ai e largoi ugurin nga spitali. Ajla ja kthen po me ironi, duke e pyetur se si ndihet Mine tani që Gian ka bllokuar çdo komunikim me te. Ugur telefonon Ajlën dhe i kërkon të takohen. Ai shkon fshehtas në spital dhe i rrëfen se nëna e tij ka ndërruar jetë dhe se Gian po e pengon të marrë pjesë në funeral. Alja e siguron se Gian nuk do ta bënte kurrë gjë të tillë. Për një çast, Uguri propozon Ajlës që të largohen së bashku me Denizin për në Kanada. Por Alja i thot se nuk e kupton se si mund të vazhdojë të mendojë për akmarrje ndaj Gianit. Uguri përgjigjet se ka dhe një arsye tjetër përse dëshiron që të jetë pranë Ajlës. Alja i kërkon Gianit që të largojë sa më parë nënën e saj Firuzen për në Stamboll.
por Giani tregon biletën që Firuze e ka refuzuar dhe i shpjegon se ka hequr dorë nga presioni për largimin e saj, pasi ajo i ka rrëfyer se është e sëmurë. Sa po e dëgjon këtë, Alia i thot Gianit se në fakt Firuze po gënjen dhe se po e përdor sëmundjen vetëm si justifikim për të përfituar nga pasuria e tij. E acaruar, Alia merr biletën dhe përballet me Firuzen. Ajo ja hedh biletën para syve dhe i kërkon të largohet, duke i thënë me ironi se po shtire si e sëmurë vetëm për përfitime. Për një çast Firuze i përgjigjet se sa do nene keqe të ketë qenë, ajo kurrë nuk e ka gënjur. Ajo këmbgul se e ka mbrojtur Ailën nga ata burra dhe nga jeta që vetë ajo bente. Gjan dhe Mine përballen në spital. Me ironi, Mine e pyet se si është e mundur që ai, si pronar i spitalit, nuk e ka larguar ende nga puna. Gjani shmang përgjigjen, papritur, Mine ndihet keq, por arrin ta marrë veten shumë shpejt. Ndërkohë, Shaini thirret në burg nga Demiri dhe babai i tij. Ata i propozojnë që të lejojë transportimin e mallrave të palishme nga tokat e tij, por Shaini largohet i prerë, duke thënë se nuk do ta pranonte kurrë një gjë të tillë. Në spital, bërin një paciente në gjendje të rëndë. Alia tronditet kur zbulon se pacientja është nëna e saj Firuze. Nga mjekët ajo mëson se Firuze është vërtet e sëmurë dhe vuan nga kanceri në mushkëri. Gjani e këshillon Ailën të qëndrojë pranë nënës dhe të kujdeset për shëndetin e saj. Pikërisht në atë moment, Sadakati telefonon Gjanin dhe njofton se Gjan Denizi është zhdukur. Të tmerruar, Gjani dhe Aila nisen menjëherë për në konak. Të gjithë fillojnë kërkime dhe zbulojnë se djali i vogël ka hipur në makinën e mallrave që kishte ardhur në konak. Alia gjen një arush lodër që i përkiste Denizit. Pas kërkimeve të dëshpëruara, ata e shohin Gjan Denizin buz lumit. Teksa thërrejt nënën e tij, fëmijës si rëshket këmba dhe bie në lum. Gjani dhe Kaja idhen menjëherë për ta shpëtuar. Alia e tmerruar dëshiron t'u bashkohet, por Sadakate ndalon dhe përqafon, duke ju lutur të mos shkojë. Për herë të parë ajo shfaq dëmshuri ndaj Ailës. Gjan arrin të shpëtojë Denizin dhe ja kthen Ailës. Pas pak minutash djali përmendet. Alia e falenderon Gjanin që i shpëtoi jetën djalit të saj. Familja kthehet në konak dhe Denizi bën një kërkesë të papritur. I kërkon xhaxhait të tij që ta thërras baba. Gjani dhe Aila mbeten të shtangur, por e pranojnë. Djali kërkon që të dy të flenë pranë tij atë natë, të trezgjohen krahë njëri tjetrit. Të nesërmen, në tavolinën e mëngjesit, Denizi e thërret Gjanin baba para gjithë familjes dhe thot se ka fjetur me nënën dhe babain e tij. Sadakati gëzohet dhe shprehet se nipi tashmë është një alboran i vërtet dhe nuk do të largohet kurrë nga tokat e tyre. Ndërkohë Demiri e detyron Zerinin të dalin për darkë. Në restoran ndodhet dhe Kaja, i dehur dhe i dëshpëruar. Ai shet Demirin duke u sjell romantikisht me Zerinin dhe për një çast afrohet gati për përplasje fizike. Duke e parë këtë, Zerin e përqafon Demirin për t'i treguar Kajës se e ka harruar. Kaja largohet zemërthyer dhe derdh dhimbjen tek miku i tij, Kadiri. Gjatë natës, Zerini tenton të vrasë Demirin me thik, por jati Demirit e ndalon në momentin e fundit duke ja drejtuar armën në kokë. Megjithatë, Demiri kërkon të atit të mos i bëjë keq Zerinit. Sadakati urdhëron vllajën e saj të gjejë menjëherë ugurin, por ai e këshillon të mos veprojë pa dijenin e Gjanit. Alia njoftohet nga kolegët se Firuze nuk pranon trajtimin. Ajo shkon menjëherë pranë saj dhe i lutet të vazhdojë kurimin. Gjani propozon Ailës që Firuze të jetojë në konak, por Sadakat kundërshton ashpër, duke kërkuar që Firuze të largohet dhe të marrë dhe Ailën me vete. Në ato moment shfaqet Gjan Denizi dhe Sadakati me ironi i thot se kjo është gjyshja e tij. Gjani ndërrym prerë dhe thot se Firuze do të qëndrojë në konak dhe nuk pranon asnjë kundërshtim. Më vonë, Gjani dhe Aila bisedojnë vetëm. Alia i rrëfen se kur ishte në moshën e Denizit e donte shumë nënën e saj. Flinte në krahët e saj dhe nuk e kupton se si njeriu që ka dashur më shumë, sot e urren kaq thellë. Nga ana tjetër, Mine përpiqet të zbulojë se çfarë e lidh Firuzen me Ailën. Firuze i tregon hapur se ajo është nëna e saj. Mine pa hezitim i rrëfen Firuze se Aila ishte martuar pa dëshirën e saj me Gjanin dhe i tregon gjithë kalvarin e vuajtjeve që ajo ka kaluar në këtë martesë. Ndërkohë Mine e shqetësuar nga gjendja e saj fizike kohët e fundit, vendos të bëjë një vizitë mjekësore. Aty zbulon një të vërtetë ronditse. Ajo është Tazan 2 muajshe. Ky lajm e mbush Minen me një lumturi të pafundë
dhe i ringjall një shpresë të re. Bindjen se kjo shtatzani mund të ndryshojë gjithçka dhe ta lidhë sërish fatin e saj me Xhihanin.